31 vjeçari me iniciale VP nga Tetova është sulmuar nga 9 persona, njofton policia e Tetovës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur mbrëm rreth orës 19:30, kur personi në fjalë ka qenë duke lëvizur me 2 shok në drejtim të shtëpisë së tyre në rrugën Goce Dellqef në Tetovë. Në atë moment, nga 2 vetura, njëra e tipit BMW dhe tjetra Daewoo Matiz, kanë dalur rreth 9 persona, të cilët i kanë sulmuar. Derisa shokët e tij e kanë lëshuar vendin e ngjarjes për të kërkuar ndihmë, personat e panjohur me sende të forta dhe me grushta e kanë goditur 31 vjeçarin në kokë dhe në trup, duke i shkaktuar lëndime të rënda, ndërsa sulmuesit e kanë lëshuar vendin e ngjarjes. Një fqinje ka dërguar tetovarin në Spitalin Klinik të Tetovës, ku është mbajtur për kurim të mëtejshëm. Policia ka ndërmarrë masa për zbardhjen e plotë të rastit. Mbrëm rreth orës 20 në stacionin policor në Tetovë, 2 djemë të moshës 20 vjeçare, njëri me iniciale FH dhe tjetri me inicialet AH, kanë denoncuar se rreth orës 19, duke lëvizur në rrugën Ivo Lola Ribar në drejtim të qendrës së Tetovës, janë rrahur nga 10 persona të panjohur, tifoz të një klubi tetovar. Sipas policisë së Tetovës, grupi prej rreth 10 personash i ka sulmuar me grushta në kokë dhe në trup. Në ndërkohë, rrahjen e kanë ndaluar 2 persona, të cilët me vetur janë ndaluar në atë moment dhe grupi i tifozëve janë larguar nga vendi i ngjarjes. Pas sulmit të 2 të rinj tetovar janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak.